Ditën e parë si gazetar, nuk më ka dalë gjumi, e unë u dash me konë punë 7. Edhe më tha drejtori, nuk më qërtoj asë këgjo, vish ma kanë shku, a peshet që si e gati. Unë kisha më lidh live 7:30, ndikon, pa ka bo nuk e gati për më lidh, mundësia dytë vjen së shpejti. Edhe mundësia dytë sigurisht që po ta lidhim ato që ka shumë përgjësi kur del, edhe sidomos kur fol live, është mega përgjësi. Dolla une, do më thonë, nuk e di asë qka tha, shumë era me një problem, diçka të një banorëve në Kolovicë, mos harrofsha, tu dridh. Kur i nita të tjerë që paraqitin e pote, do kështë shumë i bend, shumë mirë, merdha i vetëbesimi që herën e tretë, ka me e qa, ku t'hi në transmitim të drejt për drejt. Edhe sot, më i mirë jam me hy në transmitim të drejt për drejt, edhe pëse ndodhi në i paradjecesi ato, se sa gazetar në shkrim ose diçka. E kam do që jam i mirë për me folë, për me komuniku, për me gjejt njerëzit ma letë, që nuk e kum pas problem, për normal për së cilin, kër e shet dritën e kuqen e kamerë, është këgja trishtuse. E dita por në serial skandalëz, u lujke seriali Dashnije pa veshësi. Ditat e para ti nuk i pas skeqe suksesshme. U kërkojshin garderobe vjetër, u kërkoj ke pak ma shumë adin ashta seriozitet, një djallë që kishor për jashtit, mi u bashku Kosovës për motivet qiruse të soj. Po. Shkova one katastrofë edhe pota një dialog me një zotëri, me zotin Fadela, i ke shumë i mirë me mu, po one s'kesh i knas me vetën. E skenën e pare këm pos me Melisën, kur Melisa dhe në skenë unë busqesh që me uni unë e rahat. E qatë ditë nuk e harroj kur masanej producentin tha vaj herën tjetër veç mëno me hik pak gjuhën standard. Dhe unë e kisha pej etheve që shka me dollë, se jo që unë e ta foli në përtishmëri gjuhën standard, si natë Kosovës mo. E ka qenë të mërshme, po sot ju më kopë këgjami. Qka do që thëtë, që se thëtë bëni qito e bëj me shumë knatësi, se për 2 vjetë nështë ta nuk jërë shumë, po e ku morë një farë eksperiencë, kështë që mu i më lohat, qofë me emocione, qofë me zo, qofë të kaj, qofë të kesh,